Familja Arapaj në fshatin Kuman të Roskovecit ka hapur dyert e mortit një ditë pas tragjedisë që tronditi komunitetin ku 80 vjeçari Shefit Arapaj vrau me armë zjarri bashkëshorten e tij Dashuri Arapaj dhe më pas i dha fund jetës. Në banesën e familjes mbizotron dhimbja, ndërsa të afërmit dhe banorët e zonës vijojnë të hyjnë të dalin për të ngushëlluar familjarët. Sipas burimeve, ceremonia martore për çiftin nuk do të jetë e përbashkët. Dashuri Arapaj do të përcillet për në banesën e fundit në Adhambreas të Beratit. Lindja e saj, ndërsa trupi i Shefit Arapaj ndodhet ende në morgun e Fierit dhe nuk është tërhequr nga familjarët. Vëllai Dashuri Arapajt, e cila u vra nga bashkëshorti një ditë më parë, ka treguar se 80 vjeçari, i cili po ashtu i dha fund jetës pas krimit, ishte dhunues. Problematik ka qenë. 50 vjet motra jon gjithmonë pra atë ka qenë mbulesë. 50 vjet. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. Të vi fëmija ta përqafoj, të vi gruajat se jemi vetë familjar. Hidhi dorën në qafë, lodhe, bere, kupton. Banorët e zonës tregojnë se familja e autorit nuk është paraqitur ende në banesë, ndërsa janë të pranishëm kryesisht të afërm të viktimës, siç shprehen disa prej tyre. Trupat e dy të ndjerëve ndodhen në një të banesë? Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohet, pasi dhe marri ata afisi shefitit nuk ardh fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit. Ngjarja ka lënë të ndronditur dhe fëmijët e çiftit, të cilët jetonin prej vitesh jashtë vendit. 3 vajza dhe 3 djem në Greqi, një djalë në Angli dhe vajza që jetonte në Berat janë kthyer pranë familjes, por në gjendje të rënduar emocionale dhe nuk kanë pranuar që të flasin për mediat. Burimet bëjnë me dije se vetëm 4 ditë para ngjarjes në banesën e tyre kishte ndërhyrë edhe policia për të qetësuar mosmarrveshjet mes çiftit. Sipas banorëve, konfliktet më të forta lidhen me problemet e djalit, i cili dyshohet se kishte varësi nga alkooli dhe përfshihej në lojë rafati, duke sill tensionet vazhdueshme në familje, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethana tek kësaj ngjarje. Komuniteti në Kuman mbetet i tronditur nga një ngjarje që ka lënë pas dhimbje dhe shumë pikë pyetje.